Majoranca do ta votojë projekt ligjin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve vetëm me votat e saj. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në konferencën e zakonshme me ndjekësit e tij në Facebook dhe Twitter. Dua të shpresoj deri në fund se Partia Demokratike do të reflektojë dhe do të përpiqet si herën tjetër ta fshehë se nuk e do në fakt reformën në drejtësi, por me ose pa konsensusin e Partisë Demokratike ne do të shkojmë përpara, reforma në drejtësi nuk ndalet dhe këto ligje do të kalojnë me 84 apo më shumë të shikojmë votat e shumicës qeverisëse. Mëtej kryeministri ka vlerësuar punën e bërë deri tani nga koalicioni qeverisës, duke hedhur poshtë pretendimet për një thyrje të mundshme mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ai gjithashtu ka theksuar se koalicioni ka mbështetje të gjera në territor dhe se së shpejti këto forca, që së fundmi është bashkuar dhe PDU, do të ulen në tryez për të diskutuar projektin për 4 vjeçarin e ardhshëm. Ne do të ulemi në tryezën e koalicionit dhe do të diskutojmë projektin e 4 vjeçarit të ardhshëm. Do të diskutojmë projektin e 4 vjeçarit të ardhshëm në mënyrë të hapur, në mënyrë krejtësisht konstruktive dhe në mirë kuptim plot, dhe do të vendosim se si do të paraqitemi përpara shqiptarëve. Kryeministri Rama ka thënë edhe një herë tjetër se qeveria do ta përfundojë rrugën e arbrit dhe se aktualisht është në negociata me kompaninë kineze për të negociuar një marrëveshje që nuk do të sillte borxhe të reja për vendin. Arsyeja pse rruga e arbrit nuk filloi ishte spari sepse kundërshtarët nuk lanë absolutisht asgjë në tavolinë. Lanë vetëm një marrëveshje në parim me qeverinë kineze për të marrë borxh. Dhe çfarë kemi bërë ne? Ne kemi negociuar me qeverinë kineze një formulë tjetër, jo borxh, por partneritet publik-privat. Ne me qeverinë kineze kemi negociuar shumë fort, jemi akoma në negociate për të arritur në terma të arsyeshme, në mënyrë që vërtet të financojmë dhe të ndërtojmë rrugën e arbrit, dhe ne do ta ndërtojmë rrugën e arbrit, por nga ana tjetër, këtë ta bëjmë në mënyrë të tillë që të mos krijojmë gropa të reja. Konferencën live të kryeministrit, e cila u ndërpret 2 herë nga këmbana e orës në zyrën e tij, e ndoqën më shumë se 3000 përdorues të rrjeteve sociale. Erdhi momenti për ta mbyllur këtë bashkëbisedim.